Kejfë halak habibi. Përshëndetje njerëz, jena rikthyer me video në radhës ku sot për momentin gjindem në Mekë ose në Saudi Arabi. Para se me fillu videon du veç një blitz sqarim, dhe me thonë, këtë video të incizu nuk është Ramazan, hala s'kena hinë Ramazan, hala s'u ka bo Ramazan, edhe e dyta këtë veshje që një të po nuk është veshje fetare, që mos më kritikoni nëjsen, po është veshje ma shumë tradicionale e këtëve arabëve këtu. Okej, blitz ke shpjegimi, çka kena me bo sot? Dhe më thonë, me që një të po se këtu kena diçka cikrivia me thonën të arabëve, dhe më thonë, këto janë ushqime të arabëve, dhe më thonë, qipsa, senik, si gjona, që nuk gjindën të na. Dhe më thonë, kena edhe pije, e kështu që unë e kumdosht me e bo një video rreth këtive produkteve, edhe ku kam ju kallëzu edhe juve se çka qysh tek janë. Okej, si pikë e parë dhe më thonë, këtu ka takisa që janë kështu si në formë paketimin ndryshe e kanë, dhe më thonë e dini për çfarë çipsa po bëhet fjalë. Të na që janë pringlesat, këto janë takisat në këtë formë, po do i shtjelloj në vim. Si pikë e parë, fillojmë me çket çokoladën që ka emrin Safar. Dhe më thonë, jeni te po, Safar e ka emrin çokolada, edhe është, dhe më thonë, një çokoladë me karamel edhe me kikirika me zgabopsha, po shumë këtu që është dhe me shumë crunch. Hajde. Erën e pas ka shumë mirë. Dhe më thonë, s'jajnë që mund me e vrejt, kështu do këtë çokoladë. Bismillah. Okej. Karamelin e pas ka shumë sticky. Edhe ko kam me napolitank në qitojna, çokoladë dhe karamel. Kikirika s'paska, pas në po gabim. Kikirika s'paska, amo shumë e shishme koka. Vallaj po, shket ka me qbi mas videos. Qëtu pelon njerë, produktet që i provojmë i lom qëtu. Fillojmë me një sok, me thonë. Kjo dyqysh e ka shien këtu që për shumë dhe me këshie bomboni, candy, po ku e di. Ta është ta qelin se edhe në fakt as nuk e di që shpo qelit. Ndo këtë, ha? Okej, e qela. Me thonë ka shie bomboni, qëtu do këtë soki. Paketimi është i plastikës, nuk ka i gjamit. Kërës gjeni të mujtë me vrejt, dhe më thonë kërë e të rusi që shbohet. është paketim plastik. Si me marrë një ligjallk që i thënë ne, apo lëpilse, me shtin uj, edhe ajo me lëshu sheqer ati, edhe që është sikur uj me sheqer koka. Vazhdojmë. E lash ati, më thonë produktet që ka i qeli, i lash ati. Që ka me qeli, hajde, qëta, që ka o kjo, i tenë se kam vetëm se po shkruan strawberry cheesecake, Choco Glam, hajde, shelat kjo, Këtu si ta qelën dhe me thonë këtë paketimin, qështu nga del një gold 858 karat, dhe me thonë qështu e ka paketimin, kjo çokoladë ka kam nukët. Hajde ta qelëna. Okej. Pe marrë gjysën. E qëfar shije pas ka? Shije që shkruan aty, dhe më thonë, strawberry cheesecake. E pas ka një shije cheesecake-it, po strawberry, apo e dredhës, me thonë. Okej, e mirë koka. Amo, nëse vlerësojmë me nota, për shembull çokolada Safari ke pi 10-ve 9 kisha dhënë. A kësaj pi 10-ve 8. Qështu. Shka kena? Qipsa kena. Hajde.
Do me thonë, si që një të po, këtu janë do chipsa prej kashkavallit apo cheese, shijen e kanë, me shkronja. Do me thonë, chipsa me shkronja. Që, do me thonë, këtu nga dull si pikë e parë, shkronja Y. Ylberi. A i di qëfar shije ka? Do me thonë, si kur të na ato funkit që janë smokit, ato si makarona, qa si shije pas kënë edhe këta. Pidhejtve kapt. Kujdi. Së më përqetë edhe qatë shumë. Okej. Tash fillojmë me do bombona, mi u thonë këtëve, ama më do këtë këto bombonat bëjnë potere, kur fillon me i hangër. Qështu do këtë paketimi, janë interesant bombona. Opa, hajde ta shohmi se çka është filozofia e këtëve. Vogula kanë zjenit e mund me vrejt. Hala s'ka nis me kërcit, kur gjo? Do me thonë koka kështu, sa ma shumë që e levrit bombojnë mungoj, qa është ma shumë plas ka kjo pimrejna. Interesant, to po pidhejtve 4 e japën qësar, kujdi. Nuk ka që pas ka shumë shije, me thonë ma shumë mundika kjo e plasmja. Okej, do me thonë e kena apet këtu edhe në pije, me shije boronice dhe manza. Ta shumë, tash, kjo është e mirë. Por e ashtim piksaj, kjo koka shumë ma e mirë. Në më thonë, kjo bashkë ka një shijet boronicës, edhe pse, në më thonë, langi apo soki është, në më thonë, plotësisht i këtej dok shumë mrena, si ngjyrë, në më thonë, s'ka ngjyrë, si ujë është, edhe për ashtim për asaj, në më thonë, tajp ka një shijet, sigur me pi boronicë. E mirë koka. Pitëm një boronicë që të shpejt e shpejt. Vazhdojmë. Ajde, ta shumë që kjo shka është. Këtu thuhet se është bomboni maj thartë në botë. Ja, bomboni maj thartë në botë. Se di, në 88% thot është e thartë. Hajde ta provojmë me si. Koka maj thartë në botë, hajde. Dhe pse këtu pas ka dy lloje, dhe më thonë. Lemon edhe orange koka. Dhe më thonë, ne për marrë me orange, ma mirë se lemon, ose hajde ma për hirtë videos me lemon, ma mirë. Hajde, të shokni se shka po na delë. Oj, vallaj po. Vallaj, e thartë koha. Kështu duket. Ama, një sen e paska. Kur t'ja nisish me përtip karamelin, direkt më shon shia e thartë. Kup! Kështu, edhe ta koqit pak zonin. Tani mas ne fillon stabilizohet. Ama, pidhejtve 9 t'ja valla qësaj. Arsia pëse bëja 9 se kom provu bombona dhe ma të thartë se kjo, lavdrimi që ma ka dhënë për te agjensioni Hey Nona e marketingit, për qatë arsie kësaj 9 për ja. Se kom provu edhe bombon hala ma të thartë se kjo. Vazhdojmë. Okej, hajde fillojmë chipsin me qelë. Dhe me thonë, chips Oman kjo është, e ka emrin. Dhe me thonë, njëtë edhe këto e kanë stilin si
domethënë paketimi si Pringlesat, po këto chipsat janë pak më ndryshe, domethënë një po, holle gjatë janë. Nuk janë si chipsat normal. Po këto janë si to farë, e kena edhe ne shkup llojin e këtyre chipsave, ama mu më pëlqej paketimi se, domethënë si paketimi me kësi lloj chipsa s'kom pa shkup. Për atë arsye, domethënë e mora që t'ja u tregoj juve. Aha, okej. Domethënë kështu edhe një paketimi me shonja arapin e po. Amo, unë e thash si të na, po nuk koka bash si të na, se këto koka ma të mëdhoja këto chipsat edhe pak ma të trasha, të ne janë pak ma të holla chipsat. Idni të po, më thonë kështu dokët. Kështu ka me hongër. E pas ka pak një shi interesant, edhe pse, në më thonë, menone klasiki chipsave që është, me pak djeks. Jep ka një shi e të lezeshme, vëllaj e mirë, ka pil 10 vëtetja jap, qësaj, ta stabilizojnë pak sistemin, e që seriozisht nuk e di që ka është. Në më thonë, më pëlqej paketimi edhe e mora. Në të po, ka shumë sene mrejna, më dokët shumë bombono, ose kujdi, shka me thonë, shumë sakëza, kujdi shka janë këto. Qing Zing e ka në emrin, Qing Zing. Hajde ta qenë edhe ta shofna. A i disa im ta kokën. Në më thonë, së di a mujni me vrejt, shtu dokën. Okej, dhe më thonë e potë se që ishtë dokën këto Qing Zingat, ta shumë i shka ko ka marri fejti i këtimve. Hajde, bismillah. S'pas ka kur farë marifeti, vetë me arsi ku kanë shumë të amla, në më thonë pas ka shumë shije, moll, bostan, dredhës, boronic, edhe këtë shije të përzime, dhe më thonë, edhe bëhet një farë tornado ati, kur të përzihen shije të ketë. E mirë, koka s'koka e keqe, po nuk meriton për shemë me adhon 10 pikë, ose 9 pikë, ose 8 pikë, ose 7 pikë. Gjoshe e japme. Okej, këtu, në më thonë, e kena edhe një chips tjetër, pit voglave, Stix e pas ka emrin, vetëm se kjo është me shije keqapi. Ta provojmë edhe këtë se çfaro. Aha, okej. Por jashtim piksoj që qelëm fillim, domethënë këto një me kokan të vogla, këto bashkë i përngjoj kënë ative chipsave që i kena edhe në shkup. Domethënë këto të vogla kokan. Domethënë shija e njëjtë me ato që i kena në shkup, po vetë fakti për shembull që paketimi o ndryshe, unë e mora dhe me thonë me jam të regu juve, dhe me thonë vetëm paketimi o ndryshe, shija e njëjtë koka. Fillojmë tash me një pije pak këto. Tu e kena një pije me shije manzat e kuqe. Ka të zeza dhe të kuqe, kjo koka pi të kuqeve, nuk kështu dokët. Të shumë se çfarë shije ka. Kajti, së më përqej ka dhe shumë. Ma shumë fort, së më përqej ka dhe shumë edhe pija la. A me jam tu kallë për ujë, për qatë. 4. S'pe komentoj e që. Okej. Këtu e kena një Mentos Incredible. Soft candy. Hajde dhe shumë soft candy. Shtu dokën, që këtu pak ma e pëmt ka pjesa e mrenshme, ma e bardh ka pjesa e jashtme. Shumë gumë ka dhe. Shumë në gjithë ka dhamë. Kur gjo, dhe me thonë bashkë, kur gjo, hiç s'ko ka filozofia e këtive. Thjesht karamel me dredhë. 2 e kiti. Okej, qëtu e kena një zhele, mi thonë, Zazi. E pas ka emrin, qështu dokët. Hajde të shumë, se qish është mrejna. E dini për shka e kam fjallën, kjo është. Kallet e na, po të shumë i shia e kësaj që është. Për ndryshe koka ma e butë, shumë ma e butë se të na. Shumë e butë koka.
shia pas ka shumë dallim se u bëj ka domethënë si jam të po këtu u bëj ka me bononicë, dredhës, rrush edhe limon. 4 shije i pas ka. Edhe kur u përzitën shijet e mirë, u bëj ka po 6 e me haverit, më shumë se meritoj ka. Këtu i kena do takisa, mini takisa thirën këto, kështu dokën. Janë takisa të vogla, më thonë që, ma e vogël se dora ime. Edhe shije limon edhe chili. Ta shoh me apa na pëlqejnë. Ju e dini se djekë si në heqësën e ha, po shëndosh, bëhet mirë. Ta, qire sa të vogla këka. Zjeni të mujtë me vrejt. Qire sa e vogla. Takisa të vogla. E mirë, ka djekësi me njerë të më shojka, po si do qovë. Tej që e meriton, në me thonë, e mirë ka vallaj, po për ashtim për djekësit, më pëlqej ka frashije jep ka. Shkojmë pak me një pije këtu të stabilizohme. Njëjtë është edhe kjo, në me thonë, plastik shishën, po është cola mix. A shkruan këtu çfarë mixi ka? Jo, vetëm cola mix. Do shta edhe shkruan pa arabisht se kuptoj. Kjo ice tea be kokave. Ice tea be dhe sfar cola mix, pse keni shyt cola mix. Ice tea be kokavas, nuk koka as e gazoma as kur gjo. Ice tea. Vazhdoj. Qëtu i kena përsëri do bombona, a nuk e di as çka janë, do më thonë du të mi qelja dhe mi po, edhe këto po shkrujnë që janë të tharta. Hajde ta shoh. Këto janë 1, 2, 3, 4, 5. 5 pjesë, ndajt kjo, qështu. Ama jam të më miro në fije, se mos është naj loj kjo, dhe më thonë, kështu, për me bu naj challenge me këto, s'pe kuptoj. Tash, okej, e kuptova. Që kjo, mundet më konë, ose limon, ose pjeshk. Që kjo mundet më konë, ose blueberry, ose limon. Që kjo mundet më konë, ose tutti frutti, ose cherry. Dhe më thonë, si që një te po, një bonbon mundet me qillu ose limon, ose pjeshk. Ose portokall, ose moll, dhe më thonë, një bonbon i njëjtë është, po nuk e dihet se çfarë shije ka. E qartë, e kuptova. Këtu, unë më s'ka najsen? Jo, kur gjo. Okej. Hajde pi të qkjo, ose limon, ose pjeshk, po fillem. O, bash shiet pjeshkës, mosh ka me pëshije. Ose borovnicë, ose limon. Limon. E kuptu se shka është filozofia e kësaj. Vazhdoj me tjetër se. Këtu e kena një pije energjetike, dhe më thonë, këtu në Saudit qëto u përdorëshim ma shumë si pije energjetike. Dhe më thonë, kjo e ka emrin kështu në esencë, kod red, kodi i kuq. Po në arabisht këto që i thëshin kudret. Dhe më thonë, kudret fort si bje. Dhe më thonë, e ka një paketim interesant, se në fillim dush mja hek që këtë letrën, edhe e ki pijën këtu. Bismillah. Nuk i përngjaj ka as Red Bullit, as Golden Eaglet, as kërkujt heq, dhe më thonë. E pas ka një shije dvejtën, kështu, që s'podi mja u shpigu qëfar shije është, në të kalë të drejtë. Ama, këj di, e mirë këka, një 7 që modeste ja japëme. Vazhdojmë. Shtu e kena një Coca-Cola të vogël, ama besëm që nuk e di shka. E ko marrë me provu që shtu doket, ama qka është një allajde, shti kena me këshirë.
Ka mëre kjo. Kjo kokali zhallë më do këtë. Bombon, pa, di zhallë që është të sikl dhe me Coca-Cola. Zero. Në që më shtini me bo bërlok këtu, kote kote. Vazhdojmë me këto Chupa Chups. Në me thot, edhe këto janë tharta, qështu duken, nuk e di akote na, po mu duk paketimi interesant edhe e mora. Hajde të shumë në Chupa Chupsat, qka po na thojnë. Qështu duken. Produkti, mrejna bardh, jashtë pemt. Hytë s'ko ka të thartat. O me pas ka pak një shijet keqe. E thartë ko ka me raste, jo bashket. Kujdi, 5 në utër. Sot që më pëlqej ka dhe shumë. E tash, në më thonë, si që një të e po, këtu e kena një shishe të dyshuar. Kjo nuk është alkohol. Dhe me thonë, kjo është sok pjeshke. Se këtu dhe me thonë në Arabi është ndalu me alkoholi së në gjonë kërkon vesh në zej, së dhja e shtina, se shtina i kush. Po kështu në përgjithësina për dyqona për markete s'ki alkohol heq. Kjo është një sok prej pjeshke. Ine të e po. Qysh doket? Të shelna të shumë nëse shka është filozofia e kësaj. Se di kjo aplauz vallaj. Ka shumë s'me aplauz. Në zdi me qelë bile. Aplauzi. Vallaj aplauzi. Okej, dhe më thonë e qelëm, plasi, nuk e di asë qysh që ndështë pse ajri s'ka këtu filozofia ku e di, edhe ka shtytje, po si do të qofë, nuk është alkohol, dhe më thonë edhe këtu shumë, non-alkoholik, so pije alkoholike, është pije prej pjeshke. S'kam na i gotë me provu, me që jam në hotel vallaj, s'kam gotë, po du të me provu kështu. Pije pjeshke e gazume koka. Si lloj Fanta, amo e pjeshkës. E mirë koka, qëty, do më thonë, si shijes pas në provu kërë, një teqe modeste ja jam. Vazhdoj. Këtu e kena një lollipop. Interesant. Më pëlqej paketimi. Okej, se me nëzhe qela. Kështu do këtë kjo bonbon me thonë, edhe se di që ka nej filozofi, kjo s'mund me pas filozofi. Bonbon, thjesht. Dishka me portokall koka, bonbon, s'ka filozofi, tash. Po e meritej ka një shtatëshe modeste se e mirë koka. Vazhdoj me qëtame. Edhe kjo është një pije, në me thonë, uj i trëndafilit. E ka emrin, ndoshta edhe në përime uj i trëndafilit, nuk e di çfarë filozofi e ka kjo. Vetëm se uj i trëndafilit e ka emrin. Edhe trëndafilin e ka në foto, është e shofni. Aj, ti me sa e keqja. Pasha Allah, bash me marrë me hongër trëndafilin që si jenive. Me hongër e hath
Pa, era trëndafila të mort. Më thonë, kjo e pas ka shirë si me hangër trëndafil. Bash trëndafilit qish i vjen era, qashtu. Se dia është e shnetshme, nuk është e shnetshme, po ka ana e shijes, dhe më thonë, zero e jo. Këtu i kena do takisa, edhe kjo nuk është ekstrem hot, po veç është hot, dhe më thonë pak është hot. Me cheese edhe me chili edhe kjo do të më konën. Jo, jalapeno këtu. Edhe të shohmi se çfarë shije kanë. Falni se dia jo tregova paketin, dhe më thonë kështu është. Se di pse mund duken çdo që shkruajnë hot janë ma djekë se këto ekstremat. Nëse, me që e qelëm që ke chipsin, tu e kena edhe një sos për chipsa, Fritos e ka emrin. Kjo garant bëhet eksport në Arabi, se për ndryshe kjo është prej Amerikës, po unë këtë pak e kom qelë edhe kom hongër, që jame me këtë s'moj me bo kombinimi, përvloj ka ketë. Dhe bëjmë që këto. Më thonë është cheddar cheese është kjo. Kjo për mendimin tem 10 shep plus e ka. Shumë e fort. Shumë e fort. Takisat është shumë me djeksme. Vallaj, qëto që shkrynë hot, këto të përvlojnë. A këto ekstremat janë ma dopt të mdohë. Djeksi nuk më lemu me shiju qëfar shije mundet me dhonë. Takisa mundet më konë shumë e mirë takisi, po vetë fakti që ka djeks nuk më jep shijem, nuk po e notoj këto. Pjavlo juve në koment me vendosë se qëfar note mi dhonë takisit. Dhe më thonë shkruani në koment jo. Këto kena me lonë për fund. Kjo është babalaki. Kjo ekstrem është. Këtu e kena një raja. Chips makaron, do të është kjo, prej patligjonit. Ta që kalzoj. Okej, dhe me thonë bash bukfalisht makaron është. Okej. Në mirë koka, s'ka e keqe. Shijen e ka të patligjonit, kuptohet. Ketchup më mirë me thonë. Crunch koka e pot, njët pak potelja, grë këtu bo. 6 e notën ja, nëse nuk kanë e farë shije që s'kena mujt me pravu kërkon. E ta, zhvazhdojnë atë chipsi Blue Heat, takisat. Takisat në paketim këtë ndryshe. Hajde. Kështu do ka bëjmë rejna. Si që një të po dhe më thonë janë chipsat kaltërt. Inshallah s'na bet damla të i hangë këto. Se bëm vakini me janë ekstrem djeks. Se po tuk dhe shpingjyrës. Nëjse ju që e hajni gjeksin i keni qef këto sejnë, ama une dhe më thonë së ne ha gjeksin. Po si do qoftë hajde ta provojmë se qëfar chipsi është kjo, takisi kështu. Mirë vallaj koka. Për jashtim që unë dhe më thonë si ha djeksat heq, pëlqej ka shumë e mirë koka. Kështu që këti takisit ja jap veqe. Dhe më thonë, nëse keni provu edhe ju që kësi takisit, dhe më thonë, me këtë paketim që shtu që shini te po, shkruajni në koment edhe të regoni ju se çfarë note i jep në këti takisit. Për ndryshe, këtu e kena edhe fundin e videos, i po të paka shumë produktet, i bënëm një farë testi se çfarë ushqime, mi u thonë ushqime, se di po shnosh, kanë këtu në Arabi. Ka shumë ma shumë, dhe më thonë, që mujna me bëha la video me këtë stil, po unë zgjedhave që këto, qa që e pata budgetin, la. Ka shumë gjana tjera që kishmi mujtë ndoshta mi servu, po kish dalë video një 3-4 orë, 5 orë, po ma ki.
Si do qovë, nëse kena rrasë se na petë më ardhë këto, do bëjmë ma petë kësi video tjera. Nëse ju ka pëlqy kjo video, mos harroni me bo like, chanelit bëjeni subscribe, edhe njerë për ju thamë dhe më thonë, kjo video nuk është incizu në Ramazan, se ndoshta postohet në Ramazan. Për atë arsye, mos komentoni dhe më thonë, a si të mbajt Ramazan, a ashtu, ku i di shka. Qaqke prej meje, shihemi video në radhës, bye bye. Nëse na i kush për juve i din këto shijet çka i provum, mundi me lënë koment dhe më thonë, jo që kjo ke qashtu, jo që kjo ke qashtu, pse ki notu mirë, ki notu mirë. Pres komentet e juve, deri video në radhës, mirë mbeqi, kaloni sa më mirë. Bye bye. Peace out.